Drejtori i Policisë Rajonale në Prizren Lumni Graishta njofton për televizionin Besa se sot pasi njoftimi që është bërë policisë në Tharandë, sektori përhetime nga stacioni i policisë në Tharandë ka marrë një aksion ku janë mbastisur 3 lokacione në Savrov të komunës së Tharandës, ku policia ka zënë disa armë, municione dhe një sasi droge në Dubravë. Një person 28 vjeçar është arrestuar në cilësi të dyshurit. Me këtë rast janë konfiskuar një Kalashnikov me 7 fishek, një Skorpion me 2 karikator, një pistolet M58 dhe një karikator, një boks metali, një shufër metali e ngjashme me atet policisë, një shufër gome me 6 fishek të kalibrit të madh, 2 gjuksore për vendosjen e armatimit, 2 paltarga gjermane, një komplet pajisje për pastrim armësh. I shoqërori në polici është në paraburgim për 48 orë, kështu bën të një orë drejtori i policisë Graishte, kursa i njofton se për një sasi droge është konfiskuar edhe në fshatin Dubravë.